Sot më 24 mars shënohet 26 vjetori i ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kjo moment historik që dha fund shtypjes serbe dhe i hapi rrugën çlirimit të vendit. Kjo ndërhyrje ushtarake, e cila lisi pas krimeve të rënda të regjimit të Miloševićit, shënoi një pikthese për Kosovën dhe për rajonin. Presidenti Vjosa Osmani përkujtoi këtë ditë si një triumf të së mirës mbi të keqen, duke falendëruar latët e NATO-s për mbështetjen e dhënë. Ishte dita kur ndaj errësirës triumfoi drita e shpresës dhe liria mori krah. U shpreh ajo. Ndërhyrja e NATO-s erdhi pas masakrës së Rečakut dhe vazhdoi për 78 ditë bombardimesh intensive mbi objektivat ushtarake serbe. Fushata ajrore përfundoi 11 qershor të vitit 1999, kur arrit marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila detyroi Serbi të tërhiqte forcat ushtarake dhe policore nga Kosova. Pas kësaj marrëveshje, Këshilli i Sigurimit të OKB-s miratou rezolutën 1244 duke vendosur administratën e përkohshme të UNMIK në Kosovë dhe misionin paqërues të Stokforit, i cili vazhdon të jetë i pranishëm edhe sot. Gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe vranë mbi 13.000 civil shqiptarë dhe mijëra të tjerë u zhdukën. Ndërhyrja e NATO-s ishte vendimtare për të ndaluar këtë gjenocid dhe për të siguruar lirinë e Kosovës. Sot Kosova ecën krenare dhe e pa lëkundur drejt së ardhmes, si një shtet i pavarur dhe sovran.